Gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka shpallur në kërkim pronarin e kompanisë Megatek Dionis Teqa pas një padije të depozituar nga ortaku i tij Thanas Hyseni, me cilin zotron kompanit Radmal dhe TNT Express Albania. Sipas padisë, Hyseni akuzon Dionis Teqën për mashtrime, falsifikime dokumentesh dhe përvetësim pasuror përmes vendimeve të asamblesë dhe veprimeve bankare. Në këto veprime përmendet edhe emri i Ferdinand Axhiaj, specialist i bizneseve në Raiffeisen Bank, i cili sipas pretendimeve ka patur rol në transakcione, edhe pse dosja numër 1234 datë 10 dhjetor 2025 është një proces civil për kthim detyrimesh, paditësi pretendon se çështja përmban element penal që mund të referohen për hetim. Sipas materialeve të raportuara, Dionis Teqa rezulton me disa dosje të tjera të administruara në sektorin e antikrimit ekonomik financiar, SHISH dhe Agjencinë e Inteligjencës Financiare për dyshime që lidhen me pastrim parash, qarkullim të vlerave financiare të palikshme, evazion fiskal dhe kontraband mallrash. Në raportime përmendet se gjatë viteve 2016-2024 Teqa dyshohet ke transferuar 37 milion euro drejt Greqisë dhe Qipros përmes kanaleve të palikshme, në bashkëpunim me ortakun grek Apostolos Pefkos, i cili aktualisht zotron 0.1% aksioneve në Megatek, ndonse në mars 2007 ka qenë bashkëthemelues me 20% të aksioneve. Sipas të njëjtave burime, si struktura mbuluese jashtë vendit, janë përdorur kompanit Teknex SA dhe Metron Energy në Greqi, ndërsa në Shqipëri përmenden kompanit Hec Peqin dhe Hydropower Peqin. Në dokumentet policore, emri i Megatek raportohet të jetë skeduar për kontraband mallrash dhe makinerish nga Greqia, Maqedonia, Bullgaria dhe Turqia, përmes dokumenteve të dyshuara si të falsifikuara. Raportimet përmendin se gjatë viteve 2011-2024 janë emëruar dhe larguar 53 persona në struktura të ndryshme të kompanive, të cilët sipas pretendimeve kanë pasur lidhje politike apo institucionale. Në listën e emrave të përmendur në raportime përfshihen Johannes Leonardus Peter Josef Vogels, Gohaj Lo, Dimitri Samentas, Arjan Gjorgaj, Blerta Kosturi, Adriana Zeka, Flutura Luke, Enkele Dyrmishi, Petrit Keqaj, Dodaj, Erioni Sufaj dhe ish avokatja e popullit Erinda Ballanca. Sipas pretendimeve të publikuara, këta persona dyshohet kanë pasur role të ndryshme në administrimin, operacionet financiare apo strukturat mbështetëse të aktivitetit të kompanive të lidhura me Dionis Teqën, përfshirë edhe në 9 kompani të tjera që ai zotron. Në raportim përmendet gjithashtu krijimi i një rrjeti financimesh të palikshme në sektorin e ndërtimeve, aktivitetin e fajdeve dhe financime të dyshuara ndaj individëve të ndryshëm.